11 lider partish i kanë shkuar në takim mëngjesin e së martës presidentes në detyrë Albulena Haxhiu, por në takim kanë munguar 3 kryetarët e partive opozitare, PDK, LDK e Aleanca. Pas bisedës me Albin Kurtin dhe liderët e partive minoritare jo serbe, Haxhiu ka bërë thirrje partive shqiptare të bëhen pjesë e dialogut për të gjetur një emër konsensual për presidentin. Përndryshe, vendi shkon sërish në zgjedhje. Nuk po e kuptoj çfarë janë qëndrimet saktësisht të tyre. A duan që vendi të shkojë në zgjedhje në nëntor? Apo ka një plan tjetër? Unë nuk i kam shumë të qarta, por mendoj që kontributi secilës prej partive politike duhet të jetë marrëveshja për presidentin. Pra për presidentin konsensual, sidomos tani që kemi qëndrimin e fundit të LDK-s për një kandidat konsensual. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe është mirë që kësaj marrëveshje t'i bashkohen edhe parti tjera opozitare. Haxhiu ka thënë se dialogu do të vazhdojë me një takim të ri të kryeministrit Kurti me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku. E pasi nuk i shkuan në takim, deputetët të PDK-s e Aleancës u paraqitën sërish në kuvent për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive. Ata u lejuan të hyjnë në sallën e seancës plenare këtë herë dhe nga aty e akuzuan vetëvendosjen dhe Kurtin për shkeljen e kushtetutës dhe bllokimin e shtetit. Edhe sot nuk është thirrur seanca për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Edhe sot, Kosova vazhdon pa institucione të konstituuara. Dhe kjo duhet të na alarmoj të gjithëve. Ne jemi zgjedhur për të punuar. Por si deputet, në vend që të jemi në seancë duke u marrë me problemet e juve qytetarë, jemi duke kërkuar që shteti të funksionojë së pari. Si Aleancë, ne jemi pro konstituimit të kuvendit. Ne jemi pro zgjedhjes së presidentit. Ne do të ofrojmë 7 vota tona në këmbim jo të pjesëmarrjes qeveri e as të një pozicioni tjetër, vetëse të miratimit të 6 pikat. Këto 6 pika kur nuk janë diskutu. Letrat që na kanë dërguar parti politike kanë qenë tentim me na fut në diskursin e tij politik për benefitet e tija politike dhe publike, po që s'kemi pranuar. Na e kemi një kërkesë thjesht, vepro, deklaro për 6 pika tona. Ende nuk ka pas asnjë deklarim zyrtar. Ka zoti Kurti përveç votave të veta, partnerëve të vetë, i ka dhe votat e Aleancës për me zgjedh presidentin. Po nuk po don me zgjedh presidentin, shkak se ai don logjikën e tij që na lodhmi, po nuk e kemi plan me u lodh, se kemi besim. Logjikën e tij se ne gjenizohemi, po nuk e kemi plan me u gjenizu. Në logjikën e tij që ai duke marrë kohë na vendos para një akti të presionit për zgjedhje në 27 dhjetor, kur ai po mendon që do të fiton. 27 dhjetori do të jetë humbja e tij më e madhe në herë që e ka pas. Partia Demokratike e Kosovës ka njoftuar se sërish do t'i drejtohet me shkrim kryesuesit të seancës, Avni Dehari, që ta thras vazhdimin e seancës pas 48 orësh të enjten në orën 11.